ata të edicioni se kjo muzikë... Ka sfidat e Prime Ver. Kjo muzika uron nga të regon që dera bardh në vot dere kuqe. Ta shu presh në isan. Ja. Është koha e kutis mistike. A uron të ftoj të dalësh nga studio. Ika. Ka tira kështë. A me shkute. Të premtoj që do të kthehesh sërish. Ajo. Varet shumë. Hajde suksese! Faleminderit. Të trishtu ma shumë. Shkoj Auroni, sar... Qa mendon që mundet me pas? Unë nuk menoj, unë e di. Arta, qa ki boksa i radhe, Arta. Arta më ka tregu vetë mu. Moj Arta. Arta s'kemi sekrete. Bilezanin ta dëgjojmë, a ka mundësi? Po si jo. E shuajmë, Auroni ka mbritë kutja mistike. Se i emocionu për duket. Auron, Kuku bre. a e gati me hap kutin? Po. Hape. Hajde. Zarfi kuq është i pari. Zarfi kuq. është i pare. A dalë qëto se shumë nalë të keni që kutin. Vetëm mbyllë kutin. Qartë. Perfekt je. Auron ti ke hapur kutin mistike. Dhe për të fituar zarfin e art duhet të përfundosh një sfidë me sukses. Sfida këndok... Arta i ka faje. Këndok këngën e shkurt e Fejzës mora fjallë në stilin tëmë. Auron? Po qa stili mora fjallë këndohet në mënyrën që është bo për me uknu. Po tash kjo Në është zhandrën e sfida. muzikës tënde. Po më re e knojmë. Hajde. Pak të refrenin. Mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thur kang, me i thur kang, ashk legendarit, ti këndoj, ademi asharit, ti këndoj. Bravo. A pisha për këngëtar nuk është shumë sfide e vështirë kjo? Jo, s'është problem e kënu që të përshtu, po se kum kënu korë këtë kongë. E ke hera parë, Mirë që e ditë hera teksin parë njëtën teme. Që e kënu, kështu të aman me e kënu. Ani, masi e që aty, këndona pak atë pjesën kryesore të mantrës ose solitud. Se s'po ta jep kutia mistika alo zarfin e art. Pjesën operistike? Po. Bravo. Tash merre zarfin e art. A është i mirë zarfi art? Zarfi e art, veç Jo sa gjyra zoni art. yt, jo sa zoni yt. Hape dhe lexoje. Auron ke fituar sfidën me sukses. Dhe për shpërblemun të kthesh, do e marrësh në studio nga moderatorët. Do marrë... Okej. Hajde Auron, studio prap. Qërën e disë që na mendojmë ma të mirën për misafirë tonë, sepse ju na ndërani me prezidentin.